Ju përshëndes kalajmet orës 15 në Top Channel. Irani ka synuar të godas me raketa Turshin, një vend antar të NATO-s. Raketa është rrëzuar pa hyrë në hapësirën turke. NATO ka reaguar duke dënuar sulmin dhe duke rikonfirmuar angazhimin e aleancës për të mbrojtur aleatët. Izraeli ka treguar ndërkohë një hartë se sa larg mund të shkojnë në Europë raketat iraniane. Tregjet financiare në lindjen e mesme kanë rifilluar aktivitetin pas një pezullimi 2 ditor. Bursa e Abu Dhabi dhe ajo e Dubait u hapën sërish për tregtim me rënje, ndërsa bursa saudite u rrit. Çmimi i naftës u stabilizua fal paralajmërimit të Donald Trump për eskort ushtarake për anijet e naftës në ngushticën e Hormuzit. Presidenti Bajram Begaj ka dekretuar sot shkarkime dhe emërimet e ndryshimeve në kabinetin qeveritar Rama. Dekretet pritet të kalojnë për votim në seancën e radhës së kuvendit dhe më pas të realizohet betimi përpara presidentit. Ambasada amerikane në Tiranë, e pyetur nga Top Channel për aktet e dhunës me Molotov në protestën e opozitës, deklaron se ne nxisim të gjithë aktorët politik të refuzojnë dhunën politike dhe të zgjidhin mosmarrëveshjet mes tyre përmes angazhimit konstruktiv dhe mjeteve paqësore të ligjshme. Berisha ndërkohë paralajmëron protestën e re në 12 mars. Ligjes negative që mori nga SPA, Komisioni për mbikëqyrjen parlamentare i njohur me emrin Xhafaj nuk tërhiqet nga projekti fillestar. Drejtuesi i komisionit tha se do të shqyrtohet raporti i eurodeputetëve që flet për paraburgime. 10 milionë euro pasuri të dyshuara si të përfituara nga aktiviteti kriminal janë aktualisht në administrimin e shtetit. Pjesa më e madhe e aseteve të bllokuara janë prona të paluajtshme, por edhe llogari bankare. Megjithatë, jo të gjitha pasuritë janë marrë ende në dorëzimin e autoriteteve. Do të shohim tani më me detaje zhvillimin kryesor të këtyre ditëve që padyshim është lufta në lindjen e mesme. Irani ka synuar të godas me raketa Turshin, që është vend antar i NATO-s. Raketa është rrëzuar pa hyrë në hapësirën turke, ndërsa NATO ka reaguar duke dënuar sulmin dhe duke rikonfirmuar angazhimin e aleancës për të mbrojtur çdo hapësirë të saj. Më herët, iranianët synuan ishullin Cipriot. Do ndjekim për më shumë detaje Irida Vasian. Ministria turke e mbrojtjes njoftoi se një raket balistike e lëshuar nga Irani, e cila po i drejtohej hapësirës ajrore të Turqisë, u shkatrua nga sistemet kundërajrore të NATO-s të ndodhura në mesdheun lindor. Në njoftimin e ministrisë sqarohet se raketa u zbulua pasi kaloi mbi hapësirën ajrore të Irakut dhe Sirisë. Nga incidenti nuk pati viktima apo të plagosur, pohohet në deklarat ku është nënvizuar gjithashtu se Turqia rezervon të drejtën të reagojë ndaj çdo veprimi armiqësor ndaj saj, duke paralajmëruar palët të shmangin hapat që mund të çojnë drejt një përshkallëzimi të mëtejshëm të konfliktit. NATO-ja reagoi shumë shpejt duke e dënuar lëshimin e raketës së Iranit drejt hapësirës ajrore turke. Ne dënojmë shënjestrimin e Turqisë nga Irani. NATO qëndron e palëkundur në krah të gjitha aleatëve, përfshirë Turqinë, teksa Irani vazhdon sulmet e tij në mbar rajonin. Pozicioni i mbrojtës mbetet i fuqishëm në të gjitha fushat, përfshirë edhe atë të mbrojtjes ajrore dhe raketore. Turqia, një vend me shumicë muslimane sunite dhe antare e NATO-s, që deri më tani e kishte shmangur hakmarrjen e Iranit, ndan me këtë të fundit një kufi prej 500 kilometrash. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën të shtunën sulmet ndaj Republikës Islamike, por lufta u zgjerua shpejt dhe Teherani thuajse menjëherë sulmoi shtetet e gjirit që strehojnë baza amerikane. Zemrata e tij u shtri deri në Qipro, ku një sulm me dron shënjestroi bazën britanike në Akrotiri. Një ekip i The Guardian që vizitoi zonën foli me banorët atje, të cilët nuk e fshehën shqetësimin e tyre. Ata thonë se rreziku i të jetuarit pranë një baze britanike në kohën kur konflikti po përflaket në lindjen e mesme u bë papritur shumë real dhe pyesin se përse baza që kishte kaq shumë sisteme antiajrore nuk e diktoi më herët dronin. Autoritetet vendase kanë urdhëruar evakuimin e shtëpive pranë bazës në fjalë. Ndërkohë, teksa një fregat greke po qëndron në portin e Limassolit, një tjetër është duke mbritur atje në mesin e angazhimit të Athinës për të dërguar luftanie dhe avion F-16 në ishull me qëllimin të forcojë mbrojtjen e tij.
Janë me qindra fluturimet ajrore që nisen nga Izraeli drejt Iranit për të goditur objektivat ushtarake atje. Nga ana tjetër Irani kundër përgjigjet me raketa, shumica e të cilave kapen nga mbrojtja ajrore izraelite. Ndërkohë ushtria izraelite tashmë ka hyrë në Liban në ndjekje të Hezbollahu që nisi edhe sulmet. Do të lidhemi në këto momente me Artur Bibin, që vijon të jetë në Izrael. Artur, të përshëndes. A ka patur dëme nga sulmet iraniane me raketa dhe çfarë ka arritur të mësosh më shumë për sulmin e Izraelit ndaj Libanit, pra deri ku është avancuar? Po, Juli, në fakt do dhe me në Kfar Kasam, këtu ku gjatë sulmeve të mesditës ka rënë një raket e Iranit, e cila për fatëmin duke se nuk ka shpërthyer, autoritetet e kanë mbledhur atë dhe po ekzaminojnë për të parë me detaje se përse bëhet fjalë. Së dyti, përsa i përket sulmit në zonën e Libanit, kanë filluar luftime dhe po kryen aktualisht në zonën e Metulës dhe në zonën e Jarunit. Gjithashtu janë vënë re forca ushtarake izraelite të hyrë në qytetin e Kihamit, 6 dhe 7 kilometra nga hapësira nga kufiri i Libanit, ndërkohë ka raportime se ushtar izraelit janë parë në një distancë 20-25 kilometra në brendësitë kufirit libanez. Vazhdojnë luftimet, autoritetet izraelite janë të vendosura për të shfarosur këtë herë atë që i ka ngelur Hezbollahu, pikërisht sepse mendohet se Hezbollahu në shërbim të Iranit po lëshon nga bazat e tij ushtarake dronë dhe raketa në drejtim jo vetëm të Izraelit, por edhe të territorit të Kipros. Juli. Artur, të falenderoj, ishte Artur Bibe në këtë lidhje të drejt për drejt nga Izraeli, e pikërisht Izraeli po kërkon të risë ndërkombëtarisht shqetësimin për armatimet e Iranit. Një hartë e shpërndar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Izraelit tregon se sa është rrezja që mund të arrijnë raketat iraniane duke përfshirë një pjesë të Europës. Raketat e Iranit kanë një rrezë që shtrihen më shumë nga sa mund të mendohej. Zyrtarët e Izraelit kanë publikuar një hartë që tregon se raketat e Republikës Islamike mund të arrijnë deri në Europë. Me konfliktin në lindjen e mesme që nuk jep shenja qetësimi, është shtuar frika e një zgjerimi të tij. Ajo që filloi si një valë sulmesh nga SBA dhe Izraeli ndaj regjimit ajatollave, tani sipas ekspertëve është ndërruar në një krizë gjeopolitike më serioze të dekadave të fundit, me pasoja që shkojnë përtej kufinjve të rajonit. Dhe e rrezikuar nuk është vetëm lindja e mesme. Në një deklaratë të saj, Ministria e Punëve të Jashtme e Izraelit paralajmëroi se aftësitë raketore të Iranit shtrihen përtej rajonit dhe e përshkroi regjimin në Teheran si një kërcënim në rritje për paqen globale. Një grafik i publikuar nga Qendra për Studime Strategjike dhe Mbrojtje tregon një hartë me rreze goditje që variojnë nga 300 deri në 2500 kilometra, duke përfshirë pjesë të konsiderueshme të Europës juglindore brenda zonës së mundshme të kërcënimit. Raketat balistike me rreze të mesme dhe të gjatë si Shaha 3 dhe Gadr 110 konsiderohen më të rrezikshmet pasi mund të arrijnë deri në 2000 kilometra. Sipas hartës, rreziku përfshin kryeqytete si Athina, Sofia dhe Bukureshti, si dhe qytetet të tjera të Ballkanit Perëndimor. Në rreze më të madhe teorike, mund të përfshihen edhe kryeqytete si Budapesti, Vjena, Varshava dhe Bratislava, duke marrë parasysh distancën maksimale të raketave. Megjithatë, mjaft analistë të pavarur theksojnë se këto përllogaritjet e rrezës së raketave iraniane janë kryesisht teorike. Aftësia reale operative e raketave varet nga faktorë të tillë si saktësia, kontrolli ajror dhe kushtet taktike dhe nuk nënkupton se këto destinacione do të goditen automatikisht shprehen ata. Tregjet financiare në lindjen e mesme kanë rifilluar aktivitetin pas një pezullimi 2 ditor. Bursa Abu Dhabi dhe ajo e Dubait janë hapur sërish për tregtim me rënje, ndërsa bursa saudite është rritur. Çmimi i naftës u stabilizua fal paralajmërimit të Donald Trump për një eskort ushtarake për anijet e naftës në ngushticën e Hormuzit. Tregtimi në bursat kryesore të Emirateve të Bashkuara Arabe rinisi sot pas një pezullimi 2 ditor të vendosur nga autoritetet, me qëllimin të mbrojshin tregjet nga luhatjet e forta gjatë kësaj periudhe tensionit të lartë gjeopolitik në lindjen e mesme. Abu Dhabi Securities Exchange dhe Dubai Financial Market filluan sërish veprimet pas një ndalimi të hënën dhe të martën, teksa autoritetet po monitoronin me kujdes zhvillimin e shpejtë të ngjarjeve në rajon. Ahmad Asiri, strategi i ulëmtimit në Pepperstone, thotë se kjo çelje e bursave shoqërohet me një aktivitet të shtuar dhe luhatje çmimesh në fazën e parë, duke qenë se tregjet po përpiqen të përpunojnë 2 ditë lajme ndërkombëtare dhe rajonale. Mbyllja 2 ditore u vendos si mas parandalimi për stabilitet financiar dhe për t'u dhënë kohë investitorëve të vlerësojnë zhvillimet rreth Iranit, SBA-s dhe Izraelit,
Autoritetet theksuan se pezullimi synon të shmang vakumin e likuiditetit dhe përplasjes së paparashikuar të tregut. Investitorët rajonal po ndjekin tregun e Arabisë Saudite si model. Indeksi kryesor saudit ra fillimisht me 5% të dielën pas përshkallëzimit të sulmeve, por deri të martën u rikuperua sërish. Shpresat janë që të njëjti model të ndjekin dhe tregjet në Emiratet e Bashkuara. Euronext, kompania që menaxhon bursën e Parisit, pohon se aksionet europiane gjithashtu shfaqën një rimëkëmbje të lehtë në hapjen e bursave, pas 2 seancash rënjesh për shkak të luhatjes së çmimeve të naftës, të shkaktuara nga lufta në lindjen e mesme. Presidenti Donald Trump deklaroi më herët se marina amerikane mund të nisë shoqërimin e cisternave të naftës përmes ngushticës së Hormuzit, nëse kjo do të jetë e nevojshme, një nga hapat më agresiv kytë administratës së tij për të frenuar rritjen e çmimeve të energjisë të shkaktuar nga lufta. Ky njoftim mjaftoi që të vijë re një lloj stabilizimi i çmimit të naftës, dhe pse trajektoria e tij ka vijur të jetë e lartë. E ministri izraelit i mbrojtjes ka paralajmëruar se çdo lider i ri i Republikës Islamike do të jetë objektiv eliminimi për Izraelin. Deklarata vjen pas vrasjes së Ayatollah Ali Khamenei dhe raportimeve se djali i tij, Mojtaba Khamenei, është zgjedhur udhëheqësi i ri suprem i Iranit. Nuk ka rëndësi si quhet, nuk ka rëndësi ku fshihet, çdo lider i ri i emëruar nga klerikët sundues të Iranit do të jetë objektivi pa diskutueshëm eliminimi, deklaroi ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz, duke i bërë kështu jehon veprimeve të ngjashme të ndërmarra më parë ndaj Hezbollahut në Liban apo edhe Hamasit. Çdo lider i emëruar nga regjimi terrorist iranian do të jetë shënjestra jone qartë. Kryeministri dhe unë kemi udhëzuar forcat e mbrojtjes së Izraelit të përgatiten dhe të veprojnë me të gjitha mjetet e nevojshme për të realizuar misionin si pjesë integrale e objektivave të operacionit Ulërima e Luanit. Ne do të vazhdojmë të veprojmë me forcë të plotë së bashku me partnerët tanë amerikan për të çmontuar kapacitetet e regjimit dhe për të krijuar kushtet që populli iranian ta rrëzojë dhe ta zvendësojë. Katz shtoi se Izraeli do të vazhdojë të veprojë me SBA-n për të shkatruar aftësitë e Iranit dhe për të krijuar kushtet që populli iranian të përmbysë qeverinë e tij. Lideri shpirtëror i Republikës Islamike, Ayatollah Ali Khamenei, u vra në valën e parë të sulmeve të shtunën, ndërsa të martën u raportua se Asamblea e Ekspertëve e Iranit zgjodhi djalin e tij, Mojtaba Hossein Khamenei, si udhëheqësin e ri suprem të vendit. Sipas Iran International, zgjedhja u bë nën presionin e Gardës Revolucionare Islamike. Khamenei nuk kishte lënë një pasardhës të shpallur zyrtarisht. Tensionet mes Washingtonit dhe Madridit janë përshkallëzuar sepse Spanja refuzoi t'i lejojë Shteteve të Bashkuara përdorimin e bazave ushtarake në territorin e saj për operacionet kundër Iranit. Në një fjalim televiziv, kryeministri spanjoll Pedro Sánchez ka reaguar ndaj kërcënimeve të Donald Trump për masa tregtare ndaj Spanjës, duke theksuar se vendi i tij do të vazhdojë të mbështesë paqen dhe respektimin e ligjit ndërkombëtar, ndërkohë që reagime kritike ndaj ndërhyrjes ushtarake kanë ardhur edhe nga Kanadaja. Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez i dha një përgjigje të fortë kërcënimeve të kreut të Shtëpisë së Bardhë Donald Trump se mund të jap fund tregtisë me Spanjën. Në një fjalim televiziv prej 10 minutash, Sánchez u ndal mbi luftrat në Ukrainë dhe Gaza, e përmendi deri edhe luftën e Irakut mbi 20 vite më parë, duke kujtuar se qëndrimi i Spanjës ka qenë gjithmonë kundër konfliktit. Pyetja këtu nuk është nëse jemi në krah të ajatollave apo jo, sepse askush nuk është. Pyetja është nëse jemi për paqe dhe për ligjin ndërkombëtar. Ne nuk do të bëhemi bashkëfajtor të diçkaje që është e dëmshme për botën dhe bie ndesh me vlerat dhe interesat tona. Dhe kjo thjesht dhe vetëm nga frika e ndonjë hakmarrje. Ne jemi kundër kësaj katastrofe. Trump i kërcënoi më herët me vendosjen e një embargoje të plotë tregtare ndaj Spanjës si përgjigje ndaj refuzimit të Madridit për të lejuar SBA-s të përdor bazat e përbashkëta në Moron dhe Rota për sulme ndaj Iranit. Spanja ka qenë e tmeshme, tha presidenti amerikan gjatë një takimi me kancelarin e Gjermanisë Friedrich Merz të martën. Kryeministri kanadez Mark Carney e vuri në pikpyetje ligjshmërinë e sulmeve ndaj Iranit. Duket në parim se kjo lëvizje nuk është në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Megjithatë, ky është një vlerësim që i takon të tjerëve ta bëjnë. Unë vetë nuk jam jurist. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi e akuzoi Donald Trumpin për tradhti ndaj diplomacisë dhe amerikanëve që e zgjodhen atë, duke përmendur faktin që sulmi ndaj Republikës Islamike nisi pikërisht në mesin e negociatave mbi programin bërthamor të Iranit. E lufta në lindjen e mesme ndikon tek turizmi, kjo për shkak se ka shumë anullime nga ndërprerja e çdo komunikimi me këtë zonë.
Çdo ditë që kalon nga konflikti armatosur në lindjen e mesme, zgjerohen dhe fushat e ndikimit që prekin drejt për drejt qytetarët. Sa u përket fluturimeve, aktualisht prej vendit ton nuk mund të udhtohet drejt Tel Avivit dhe Dubait, çka ka pezulluar rezervimet që shqiptarët kishin planifikuar drejt këtyre vendeve. Përsa i përket destinacioneve të cilat kanë ndjerë më shumë ndikimin e luftës, është pjesa e Emirateve të Bashkuara, Dubai praktikisht. Nga 1200 rezervime dhe biletat të shitura, rreth 200-250 janë pezulluar, të paktën për këtë muaj që vazhdojnë, muaj mars, prill dhe maj. Disa kanë bërë anullime përfundimtare për këtë destinacion, turistë që e vizitojnë përsa i përket turizmit, ndërsa persona që janë rezidentë, duke qenë se Dubai është edhe një nga destinacionet që ka rezident shqiptar, janë detyruar që të vazhdojnë me pjesën e planeve, thjesht ka pasur një shtyrje të datave të fluturimit. Hezitimet lidhen me paqartësinë se për sa kohë do të vijojnë sulmet, e për këtë arsye, destinacionet turistike në rajonin e lindjes së mesme për momentin nuk janë më në krye të listës për pushimet e shqiptarëve, të cilët tani po shqyrtojnë opsionet e tjera. Përsa i përket destinacioneve të tjera për pushimet, siç është Turqia apo vendet europiane, këto nuk kanë pasur asnjë lloj pezullimi, të themi, vazhdojmë, kemi akoma kërkesa dhe vazhdojmë pjesën e rezervimeve. Situata mbetet në monitorim të vazhdueshëm teksa tensionet kanë përshkallëzuar në rajonin e lindjes së mesme. Si rrjedhoi, nuk mund të përjashtohet mundësia e zgjerimit të listës së destinacioneve të prekura. Ky është Top Channel. Presidenti Bajram Begaj ka dekretuar sot shkarkimet dhe emërimet e ndryshimeve në kabinetin qeveritar Rama. Dekretet pritet të kalojnë për votim në seancën e radhës së Kuvendit të Shqipërisë, e më pas do të realizohet edhe betimi përpara presidentit. Presidentin Bajram Begaj kanë mjaftuar 2 ditë kohë dhe jo 7, siç parashikon kushtetuta, për të hedhur firmën në dekretet e lirimit nga detyrat të disa ministrave dhe dekretuar ministrat e rinj të kabinetit Rama 4. Dekreti i parë lirimi nga detyra si ambasadori i Shqipërisë në delegacionin e Bashkimit Evropian në Bruksel, i Ferit Hoxhës, dhe dekretimi i tij, sipas ardhës i Elisa Spiropalit, në krye të punëve të jashtme. Belinda Balluku me dekret është liruar sot zyrtarisht nga detyra si zëvendës kryeministre dhe ministra e infrastrukturës dhe energjisë. Albana Koçiu është dekretuar si numri 2 i qeverisë, ndërsa Enea Karakaçi, ministër infrastrukturës dhe energjisë. Janë dekretuar Ermal Nufi, ministri i mbrojtjes, Toni Gogu, ministri i drejtësisë, Besfort Lamallari, ministri i punëve të brendshme, Eriona Ismaili, ministri e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Pas këtyre dekretimeve, ministra do të votohen në seancën plenare të së njëjtës 5 mars, e më pas do të betohen në Pallatin e Brigadave në prezencën e dekretuesit të tyre, presidentit Bajram Begaj. Ambasada amerikane në Tiranë, e pyetur nga Top Channel për aktet e dhunës me Molotov në protestën e opozitës, deklaron se ne nxisim të gjithë aktorët politik të refuzojnë dhunën politike dhe të zgjidhin mosmarrveshjet mes tyre përmes angazhimit konstruktiv dhe mjeteve paqësore të lishme. Ndjekim Muhamet Veliun. Protestet të shtunës nga opozita u karakterizua përsëri nga përdorimi molotovëve deri në djegjen e Vilës 31. Për këtë zhvillim, Top Channel kërkoi një koment nga selia e Washingtonit në Tiranë. Zyra marrëdhënieve me publiku në ambasadën amerikane dërgoi këtë përgjigje. Ne nxisim të gjithë aktorët politik të refuzojnë dhunën politike dhe të zgjidhin mosmarrveshjet mes tyre përmes angazhimit konstruktiv dhe mjeteve paqësore të lishme. Për protestën më të fundit të opozitës, delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë dhe ambasada franceze reaguan duke theksuar se e drejta për tubim paqësor është një shtyllë themelore e çdo shoqërie demokratike, por sipas delegacionit, ajo duhet të ushtrohet me përgjegjësi në respekt të plot të sundimit të ligjit dhe të sigurisë të gjithë individëve. Sali Berisha lajmëroi sot se protesta e radhës së opozitës do të jetë në datën 12 mars, ditë kur të diskutohet në Kuvend edhe kërkesa e SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut. Berisha tha se protesta do të jetë më e fuqishmja e realizuar deri më tani. Thirrjet e ambasadës amerikane që Partia Demokratike të zgjidhë mosmarrveshjet politike me paqe dhe jo me dhunë u injoruan nga Sali Berisha, i cili kërkoi deputetëve të bëhen gati për protestë të fuqishme më 12 mars në parlament, ditën kur hidhet në votim kërkesa e SPAK për heqjen e imunitetit të Ballukut. Do të përgjigjemi
në mënyrën më të fuqishme. Data 12 është kryengritja radhës. Ftoj qytetarë shqiptar në të 4 anë të Shqipërisë të bashkohemi kundër kreut të kësaj organizate kriminale, por t'i dhanë përgjigje merituar për vjedhjet e tij dhe për tradhtinë e lartë kombëtare që i bën idealeve europiane të popullit shqiptar. Socialistët i prishën planet për një protestë të shpejtë Berishës, pasi 5 antarët e mazhorancës në Këshillin e Mandateve nuk depozituan në kuvent raportin për Belinda Ballukun, duke bërë që kërkesa e SPAK-tës postohet për në seancën e 12 marsit. Asnjë pushtues nuk i ka lejuar vetes të bëjë një ligj të tillë, të shkel çdo normë. Dhe tani nxorim burojnë e Beogradit përpara. Tani na thotë se s'na duhet Brukseli, por na duhet Beogradi. Tani rikthehet në skenart haptas anti-shqiptar. Demokratët nxituan të parët që të depozitojnë argumentet e tyre, se përse Belinda Ballukut duhet të hiqet liria sa më parë, por socialistët morën më shumë kohë për të shkruar në raportin e tyre. Shumica socialiste ka gati kërkesën për të ndëshkuar me 20 ditë përjashtim nga punimet e parlamentit kreun e Partisë Mundësia, Agron Sheaj, në seancën parlamentare të së hënës. Agron Sheaj pati përplasje verbale me deputetët e Partisë Socialiste dhe më pas bllokoi foltoren. Për këtë, ajo përjashtua nga seanca. Ky është edhe motivi i kërkesës së deputetëve socialist për masë ndëshkimore. Komisioni për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale ka diskutuar forcimin e kontrollit parlamentar mbi ekzekutivin. Kryetari Fatmir Xhafaj theksoi se raportet e Parlamentit Evropian nënvizojnë rëndësinë e rritjes së transparencës dhe të bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe institucionet e pavarura. Komisioni për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, drejtuar nga Fatmir Xhafaj, nuk tërhiqet nga monitorimi i SPAK edhe pse u refuzua nga prokuroria e posaçme për një vizitë e quajtur monitoruese. Kjo është përgjigje e SPAK e publikuar nga Top Channel disa javë më parë, e cila shënoi edhe përplasjen e parë të këtij komisioni me një institucion të pavarur kushtetues. Megjithatë, komisioni Xhafaj diskutoi çuarjen përpara të asaj që e quan forcim të mbikëqyrjes parlamentare. Për këtë, kryetari Fatmir Xhafaj solli si argument atë çfarë thuhet në një raport të Parlamentit Evropian. Nëse do shohim me vëmendje raportin e paraqitur nga eurodeputetët nga Komisioni i Jashtëm dhe i miratuar në Parlament, në disa paragraf të tij të rëndësishëm nënvizohet rëndësia e mbikëqyrjes parlamentare, nënvizon se inkurajon forcimin e kontrollit parlamentar mbi ekzekutivin, rritjen e transparencës dhe konsultimin më domethënës me organizata shoqërisë civile, partnerë social dhe institucionet e pavarura. Antarët e këtij komisioni muajin e shkuar mundën të zhvillojnë disa vizita monitoruese në disa gjykata të vendit. Ermal Elezi, nënkryetari i këtij komisioni, thotë se një mbikëqyrje efektive kërkon jo vetëm shqyrtimin e raporteve, por edhe formulimin e rekomandimeve konkrete dhe ndjekjen në vijim të zbatimit të tyre. Në këtë kuptim, raportimi i institucioneve të pavarura në kuvend nuk duhet të kufizohet vetëm një vlerësim të veprimtarisë së vetë institucionit, por duhet të shërbejë edhe si një instrument të cilit kuvendi e përdor për të informuar dhe specializuar mbi sektorët e caktuar të qeverisjes publike, duke marrë në konsiderat gjetjet dhe rekomandimet që këto institucione prodhojnë në ushtrimin e mandatit të tyre. Në këtë mbledhje nga opozita ishte vetëm deputeti Kaso, i cili përballë këtyre qëndrimeve të socialistëve zgjodhi të flasë me heshtje. Inteligjenca artificiale pritet të përfshihet në procesin legjislativ të Kuvendit të Shqipërisë në kuadër të planit 5 vjeçar të institucionit të negociatave me Bashkimin Evropian. Synimi është që deri në vitin 2030 deputetët dhe administrata parlamentare të përdorin teknologjinë AI për hartimin, analizën dhe mbikëqyrjen e ligjeve. Inteligjenca artificiale do të hyjë me leje në parlament, në bazë të planit 5 vjeçar të Kuvendit, referuar negociatave me Bashkimin Evropian. Një transformim i rëndësishëm parashikohet të ndodhë me përfshirjen e inteligjencës artificiale në hartimin e ligjeve, ku synohet që deri në 2030 ligjbërësit dhe administrata parlamentare të jenë të mirë informuar mbi përdorimin e AI në procesin legjislativ. Me buxhetin e Kuvendit, Byroja e Kuvendit e përbërë nga politikanë nga opozita dhe mazhoranca, së bashku me sekretarin e përgjithshëm dhe shërbimin legjislativ dhe të IT-s, do të bashkëpunojmë për krijimin e një metodologjie të qartë për integrimin e inteligjencës artificiale
në procesin e artimit dhe shqyrtimit të ligjeve. Objektivi strategjik për digitalizimin e veprimtarisë parlamentare u diskutua edhe në Komisionin e Ekonomisë. Në institucion parlamentar po bëhet gati edhe në përdorimin e inteligjencës artificiale, për cilën ka marrë një trajnim nga eksponent të Institutit Kërkimit Parlamentar Evropian. Inteligjenca artificiale në disa gjëra parlamentare duhet ketë një mundësi të kufizuar përdorimi, sepse duhet të shikohen me shumë kujdes disa çështje të politikave që mban vendi apo të mënyrës se si përdoret informacioni. Në projekt vendimin e siguruar nga Top Channel, planifikohet edhe modernizimi i infrastrukturës teknologjike për të mbështetur të gjitha proceset legjislative, ku me ndihmën edhe të donatorëve kërkohen të paktën 2 komponentë softuerik të rinj për të përmirësuar sistemin ekzistues. Dhjetra miliona euro pasuri të dyshuara si të përfituara nga aktiviteti kriminal janë aktualisht nën administrimin e shtetit. Të dhënat e raportit vjetor të Agjencisë Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara tregojnë se pjesa më e madhe e aseteve të bllokuara janë pronat paluajtshme, toka, apartamente, por ka edhe një pjesë tjetër që përbëhet nga llogari bankare apo edhe pasuri të tjera. E megjithatë, jo të gjitha pasuritë për të cilat gjykatat kanë vendosur sekuestro janë marrë në dorëzim nga autoritetet. Ndjekim Manila Hoxhën. Krimi në Shqipëri investon në blerjen e tokave dhe të apartamenteve, ndërsa llogarit bankare i depoziton përmes lidhjeve të afërta. Ky konkluzion del nga raporti vjetor i Agjencisë së Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara, ku gjatë përshkrimit të aseteve të ngrira rezulton se aktualisht janë në mbikëqyrjen e shtetit si pasuri në sekuestro, toka kryesisht për gjatë Bregdetit me një vlerë prej 8 milion euro, ndërsa 294 objekte janë apartamente, garazhe dhe njësi shërbimi me vlerë 42 milion euro. Siç rezulton nga inventari i pasurive të sekuestruara, kryesisht nga hetimet e SPAK, pasuritë në totalin e tyre kushtojnë 62 milion euro, prej të cilave 7 milion euro janë llogari bankare. Nga inventari i pasurive të palishme, për të cilat drejtësia ka shpallur sekuestro, apo kalim të tyre në pronësi të shtetit shqiptar, rezulton se nga 3982 të tilla, autoritetet kanë marrë në dorëzim vetëm 2890 prej tyre. Megjithse gjykatat janë shprehur me vendosjen e sekuestros preventive apo konfiskimin e pasurive të dyshuara, deri më tani Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara nuk ka mundur dot ende të marrë nën administrim 1092 asete dhe prova materiale. Bëhet fjalë për pasuritë të paluajtshme, automjete, mjete motorike dhe shoqëri tregtare. Për banesat në sekuestro, por që nuk janë marrë ende në kontroll nga agjencia, deklarohet se familjarët që banojnë në këto pasuri janë bërë pengesë pasi nuk disponojnë një shtëpi tjetër, por gjithashtu kanë krijuar vështirësi edhe pasaksit kadastrale, si dhe identifikimi i tyre. Për automjetet rezulton se nuk janë gjetur në vendodhjen e identifikuar dhe ndaj janë shpallur në kërkim nga policia e shtetit. Ekzistojnë dyshimet për fshehjen dhe largimin e qëllimshëm të tyre, pranohet nga institucionet shtetërore, ndërsa për shoqëri tregtare ka qenë e pamundur gjetja e selive zyrtare, si dhe ka mospërputhje me të dhënat reale në QKB. Kjo problematikë evidentohet zyrtarisht nga institucioni që ka për detyrë të administrojë pasuritë e sekuestruara dhe të konfiskuara e gjithashtu edhe provat materiale. Për këtë problematikë, agjencia deklaron se administratorët e pasurive, të caktuar nga gjykatat, kanë paraqitur kërkesa zyrtare për situatën për të realizuar marrjen në dorëzim të tyre. E ishte gjithçka për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që qëndroni me Top Channel. Mirupafshim.